Një shumë mirë që një ndër probleme më të mëdha që sot po përballet të paktën shoqëria shqiptare janë gjithashtu edhe rritja e çmimit të banesave, që unë kam konstatuar që gjatë këtyre 5 viteve të fundit janë rritur pra në qytetet e mëdha, pra si Tirana dhe qytete të tjera, me gati 80%, gati 1/3 e të rinjve nga mosha 25 deri në 35 vjeç jetojnë ende me prindrit. Kjo për shkak të çmimeve të larta, pra që nuk mund ta përballojnë dot kredin apo qiran. Dhe ky është problem shumë i madh. Sado që ju mund të na tregoni që drejtohemi drejt institucioneve, si bashkia e të tjerë, por gjithmonë ato të përcjellin me lezet dhe të thonë që të japin ato argumentet e tyre që të bindin mjaftueshëm që ti mos ta marrësh këtë kredin ose në rast se do e marrësh të paguash dhe një shumë të madhe që ti duhet ta kesh siguruar vetë. Po ku ta gjejmë ne këtë shumë të madhe? Në këtë çmime